Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarandë referuan materialet në prokurori dhe arestuan shtetasin turk me iniciale HD 26 vjeç me banim të përkohshëm në Prishtinë, pasi më datë 6 qershor 2025 rreth orës 21:15 gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me grusht shtetasin me iniciale AM 54 vjeç banues në Ksamil, i cili ka marrë dëmtim në kokë dhe aktualisht ndodhet në Spitalin e Traumës në Tiranë, nën kujdesin e mjekëve. Gjithashtu nisi procedimi penal në gjendje të lirë dhe për shtetasit e tjerë të përfshirë në konflikt. Shtetasin me iniciale BM 50 vjeç, SHM 42 vjeç, shtetasin e dëmtuar AM, si dhe shtetasin turk AB 26 vjeç, shpallet në kërkim dhe po punojnë për kapjen e tij. Shtetasin me iniciale DB 23 vjeç, banues në Sarandë, pasi më datë 6 qershor 2025 rreth orës 10 në lagjen numër 3 në Sarandë, duke drejtuar automjetin, është përfshirë në një aksident rrugor me dëme materiale me automjetin që drejtohej nga shtetasin me iniciale DS 21 vjeç, banues në Sarandë. Pas aksidentit, këta shtetas janë konfliktuar me njëri tjetrin dhe dyshohet se shtetasi me iniciale DB e ka dëmtuar shtetasin me iniciale DS me një mjet perëstik, si dhe i ka shkaktuar dëmtime në automjetin e tij. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Sarandë arestuan shtetasin turk me iniciale SU 40 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut, pasi më datë 6 qershor 2025 duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur në rrugën Dea në Ksamil, ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit dhe është përplasur në portën e një banese, ku si pasojë ka pësuar dëmtime të lehta pasazheri që udhëtonte me të, shtetasi turk me iniciale AO 20 vjeç. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale XD 25 vjeç, banues në Vlorë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike ndaj të dashurës së tij. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Himar referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin me iniciale LS 35 vjeç, banues në Tiranë, pasi ndaj tij ka bërë kazim shtetasin me iniciale MC 27 vjeç, banues në Kavaj, se më datë 6 qershor 2025 në banesën që qëndronte në fshatin Vermi. Shtetasi me iniciale LS e ka goditur me grushte për një pagesë pune të palikuiduar. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.